Shqipëria mbajti ditën e sotme samitin e NATO-s për mbrojtjen kibernetike me pjesëmarrës ekspert dhe përfaqësues të lartë nga 32 vende anëtare dhe partnere të aleancës. Qëllimi i samitit ishte forcimi i bashkëpunimit dhe ndërtimi i strategjive të reja për mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Kryeministri Rama në fjalën e tij deklaroi se vendi ynë ka pasur 48 sulme kibernetike që kanë lënë gjurmë, por që nuk kanë shkaktuar dëm të madh, ndërsa sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte përmes një video mesazhi u shpreh se po punohet më shumë kundër kërcënimeve kibernetike. Sot përballemi mesatarisht cyber attack in every 3 minutes. Me një sulm kibernetik në çdo 3 minuta. We succeed to Por completely push back. Ja dalim t'i smbrapsim tërësisht. When it comes to Kur bëhet attacks fjalë that për leave a mark, sulmet që lën we gjurmë, had 48 kemi pasur 48 të tilla the last whole year. gjatë gjithë And vitit të fundit. 48, but 48, por they edhe left një a herë mark, kanë but they lënë didn't do gjurmë, any por considerable damage. nuk kanë bërë So asnjë when it dëm comes të to konsiderueshëm. our Kështu që state kur vjen fjala infrastructure, për infrastrukturën being digital tonë or shtetërore, qoftë kjo digjitale a I repeat with fizike, pride, we e are përsëris among the me best. krenari, jemi mes më të mirëve. because we have been, I guess, among the very first to Kjo combine sepse ma hamendja kemi cyber qenë mes defense të parëve with artificial fare që intelligence. kombinuan mbrojtjen And it's kibernetike our me artificial inteligjencën intelligence artificiale. inside Dhe the është cyber wall inteligjenca jonë that, artificiale makes brenda këtij muri the mbrojtës job kibernetik që 24/7 bën punën 24 orë në ditë, 7 detect ditë të javës për të in zbuluar much early stage në the faza potential of shumë të a harmful hershme attack. potencialin e sulmeve This të is dëmshme. Sot tastiera është armë lufte që shënjestron shoqëritë tona çdo ditë. Aktorë shtetëror e jo shtetëror punojnë kundër nesh në hapësirën kibernetike, duke u rrekur që të prishin mbrojtjet tona, degradojnë infrastrukturën tonë, të spionojnë shoqëritë tona dhe të ndryshojnë me shërbimet qeveritare. Në përgjigje të kësaj, NATO-ja vazhdon të bëhet edhe më e fortë në botën digjitale. 10 vjet më parë, hapësira kibernetike u bë një fusë operative. Ne jemi stërvitur e kemi kryer operacione në hapësirën kibernetike si pjesë e dritjes së aftësive tona. Dhe kundërshtarët tanë e dinë se në fakt shkelja në hapësirën kibernetike mund të bërë në lëvizje nenin numër 5. Në Belgjik ne po ngrem një qendër integruar të kibernetikës në NATO dhe natyrisht kjo do të informoj të gjithë komandat e NATO-s për kërcënimet e rreziqet në hapësirën kibernetike duke përfshirë edhe infrastrukturën kritike civile ushtarake.